Ndoshta humbja e asaj që dëshiroje do të bëj të kthesh tek Allahu, ndërsa arritja e saj mund të largonte prej ti. Jo gjithçka që dëshiron është e mirë për ty, dhe jo çdo derë e mbyllur është një humbje. Ndonjëherë ajo që dëshiron mund të largojë nga Allahu, ndërsa ajo që të mohohet mund të sjellë më afër ti. Asnjë gëzim i përkohshëm dhe asnjë fitim i shpejt nuk është i vlefshëm nëse çmimi është largimi nga Allahu. Ndërsa lutja të cilën e kërkon ti dhe për të cilën qanë sot është në të vërtetë mëshira e Allahut që të mbron. Ndoshta ajo që duket si refuzim është udhëzimi i tij që të drejton drejt diçka shumë më të mirë, më të plotë dhe më të përjetshme. Allahu e di çdo shqetësim të zemrës tënde, çdo përpjekje dhe lutje të heshtur, dhe ai po të përgatit për një rrugë që është më e mira për ty, si në këtë jetë ashtu edhe në jetën tjetër, që të çon drejt Allahut e jo larg tij. Prandaj kur jeta nuk shkon sipas planit tënd, besoj në urtësinë e Allahut. Ndoshta në dhimbjen e dëshirave të paplotësuara, Allahu po të udhëzon prapë drejt tij. Çdo lutje e papërgjigjur është mëshirë. Çdo ndryshim drejtimi është dashuri. Le të gjej zemra jote ngushëllim te Allahu që kur nuk të lë, që di më mirë se kushdo çfarë është më e mira për ty, edhe kur ti nuk e kupton.